Allah hiç bassın. Maestro. Merci, koncept madhështor në kryeqytet. Unë si kryetari i kryeqytetit e kam nderin me ju parë sot këtu në odë të kryeqytetit. Për shkak të mediave ndoshta po shfrytëzojmë rastin, kemi bërë gati disa milioje për juve, si shenjë falënderimi për ngritjen e vlerave në kryeqytet. Dhe ndoshta po shfrytëzojmë rastin që masanej me fol pak më shtirë. Faleminderit shumë. Faleminderit Krishtinë. Edina, Edina Zuri, faleminderit shumë. Okej. Çanta. Gjithë kemi çanta. Abo? Faleminderit shumë. Faleminderit që jam Prishtinë dhe që di si prezentues, do ta marrë dhe si gazetar, nëse që jam në disa nga më të mirët e muzikës dhe do t'jeni për me shumë të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit që jeni sonte kanë në kënaqur shumë. Kemi më kënaqur. Shpresoj që jeni më kënaqur gjithë se me vërtet është një program fantastik. Faleminderit edhe Jonës së Dardanit për këtë bashkërisht. Këtë iniciativë dhe këtë prodhim, kështu që faleminderit juve shumë. Dardan. Sens për prezantim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëre është kënaqësi e veçantë me qenë sot këtu me artistë mrekullueshëm të trojave shqiptare, të Kosovës e Shqipërisë. Prishtina është qyteti që gjithmonë na bën bashkë dhe gjithmonë mendon për tej. Është qyteti ku secili prej nesh
punon për me zhvillu edhe me transformu vendin tonë. Në këtë rrugtim janë edhe artistët me një rol jetik. Këtu posaçërisht edhe Jehona me Dardanin, që i falenderoj nga zemra, dhe të gjithë artistët që janë bë bashkë me neve sot këtu, që dijen e përvojën e tyre me bashku për me organizu diçka të mrekullueshme, diçka shumë të bukur për kryeqytet, e për këtë jemi sinqerisht mirënjohës. Si kryeqytet jemi të lumtur që sonte po organizojmë këtë koncert në patronatin ton, pra në patronatin e kryeqytetit, dhe ju urojmë mirëseardhje të veçantë posaçërisht artistëve që na u kanë bashkuar prej Shqipërisë. Faleminderit shumë që jeni ardhur këtu, që jeni këtu. Po ashtu që jemi bo bashkë për me dhonë edhe një shënim datës të shlirimit të kryeqytetit, pra gjitha këto koncerte, organizime të kulturës janë si pjesë e shënimit të ditës së shlirimit të Prishtinës, pra ditës më të rëndësishme të kryeqytetit tonë. Dhe ne jemi këtu me i përkra e me zgjatë dorën secilit që don me zhvillu, me kriju dhe me ngrit vlerën e kryeqytetit. Kështu ka qenë dhe kështu do të vazhdoj të jetë gjithmonë në kryeqytet, se qytetarët e kryeqytetit me të vërtet e meritojnë këtë zhvillim, këtë pozitivitet dhe artë me shumë dashni për me shënu ditën edhe këtë koncert sonte që thirret dashni nga Prishtina. Prandaj edhe një herë faleminderit nga zemra të gjithëve. Posaçërisht edhe Jehonës, do të më këtu Jehona këtu pak më na i thon disa fjalë dhe na tregu sot për koncertin Dashni për Prishtinën. Faleminderit Jehona. Nga Prishtina, faleminderit juve kryetar. Unë edhe Dardani, si që din se edicionin e parë bashkarisht e kemi bë. E kemi marrë këtë iniciativë duke mujtë me i pru se kemi shumë të pasur trashëgimin kulturore, muzikore. Kështu që jemi shumë të lumtun, se ku na thëta njësa pak kthej, okej, hello. Jemi mundu maksimalisht të bëjmë diçka të bukur, sigurisht pa përkrahjen e juaj nuk ja kishim dalë. Edhe pa përkrahjen e bizneseve, sepse është një produksion shumë i madh dhe një produksion që ka koste të jashtëzakonshme, po me një vullnet të madh se unë gjithë i quajnë këtë iniciativë kontribus, si këngëtarët, si njerëzit që angazhohen, si ata që suportojnë, janë gjithë kontribus për vendin. Kështu që na gjithë kemi shumë dashni me dhënë për Prishtinën, edhe sigurisht që do t'japë bashkarisht. Unë jam shumë e lumtur që interesimi për sonte që t'jenë të pranishëm është jashtëzakonisht i madh, po nuk kemi ulse për të gjithë. Kështu që i ftojmë qytetarë që nuk është keq edhe në kam me nejt. Edhe me vallëzu. Edhe me vallëzu patjetër. Janë diku 2000 ulse, po nuk kemi më shumë. Kështu që edhe në kam me shiu koncertin do t'jetë fantastik, duke ju falenderu kostit të jashtëzakonshëm, që me Dardanin e kemi ridiskutuar rrafsh gati që një vjetë. Dardan, faleminderit shumë. Për krejt punën që e bojmë bashkë. Faleminderit, kryetar. I falenderoj shumë edhe një herë. Tash gazetarët e nderuar du me shfrytëzu rastin që kjo konferencë për media me u shfrytëzu edhe me i ftu të gjithë qytetarët e kemi një ekspozit këtu në hapësirat e kryeqytetit. Kjo ekspozit e organizuar në patronatin e kryeqytetit nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Flet për përvojat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Kosovë, rrëfime reale të cilat janë të mbledhura ndër vite. Prandaj edhe kam dëshirë që të gjithë artistët t'i ftoj na bashkojnë edhe ta shohim këtë ekspozit, edhe një herë si edhe të gjithë qytetarët që të vinë këtu edhe ta vizitojnë këtë ekspozit në kryeqytet. Sigurisht që ndihem shumë mirë kur marr mirënjohje nga shteti, por mirënjohjen më të madhe e kam marrë në gjithë këto vite që performoj, e kam marrë nga njerëzit, nga dashuria e tyre dhe sigurisht që ndihem gjithmonë shumë e lumtur sa herë marr ftesë për të qenë mes publikut, mes njerëzve në Prishtinë, Gjakov, Pej, kudo në Kosovë.
Thank you.